govice e qytetarëve shqiptar vuri me shpatula pas muri Edi Ramën. Nxori në shesh para shqiptarëve dhe botës fytyrën e tij të vërtet prej diktatori. Pasi dështoi me grusht e shtetit me gjykatën kushtetuese, ai bëri disa ose përpiqet me ndryshime ligjesh të krijojë një mburoj, një pancir për veten dhe bashkëhajdutët e tij në mënyrë që ligji të mos mund t'i dënojë, të vazhdojnë të qetë të vjedhin fondet dhe pasuritë publike. Por në këtë kontekst, ai bëri dje një riformatim të qeverisës.